Hajde të luajmë sa pak. Unë pajtohem plotësisht me zonat e këtë për faktin se folin vija konkrete dhe shkencore, por ka dhe diçka këtu që e kam kuptuar vetë personalisht nga përvoja ime. Kam parë komente publike, por e keni parë dhe ju, janë supozojmë 200 komente negative, fyese denigruese, etiketuese, bullizuese. Ato komente të cilat janë pozitive, 2 prej tyre në mesin e 200 komenteve negative, nga syri ynë ka për shumë shpejt. Se në interesin ton, vitale pozitiv, janë komentet pozitive. Pra, neve në anën tjetër të medaljes na bëjnë mirë dhe këto komentet negative se shumë shpejt i selektojmë dhe ata që komentojnë pozitivisht. Po flasëm edhe për reagimin e figurave publike. Ne ndoshta bëjmë një... A mund të flasim specifikisht, cilin reagim të figura publike? Roni fëna lype amra. Roni, do me thonë Roni që... Roni fëna lype amra. Roni, herave të kaluar, gjithmonë ka kundërshtu, nuk ka pranu me përmende emra. Po, Roni, Hajde të luajmë shapak. Hajde, po luajmë shapak, pa tjetër. Kemi për shembull shumë njerëz të showbizit të cilët bëjnë një deklarat, pastaj prekim personat të tjerë reagojnë, kur ju djegë ata e këthejnë një reagim brapsht, por sa bot në mënyrë të duhur. Po flasë për banorët e Big Brother. Konkretisht, kemi shumë banorët e Big Brother që pas daljes nga shtëpia e famshme, në një farforme, për kë nuk e lojnë pa folë. Mendojnë që janë ende në shpe. Kjo është rezultati përvoja që kanë kaluar aty, janë mësu me kushtet dhe mjendise këtësisht ndryshe dhe kjo ju ka mbetë si regjistër në kognicionin e ty dhe pa tjetër këto sjellje pastaj i ekspozon një realiteti tjetër me të njëjta sjellje që i kanë pasur aty. Dhe ne duhet këto t'i kuptojmë me empati të fuqishme, sepse këto janë relative dhe ne nuk duhet t'i egzagjerojmë. Banorët e Big Brother kanë qenë temat të diskutimit vazhdimisht. Por ne jemi përpjekur që t'i analizojmë dhe kemi parashtruar opinionet dhe qëndrimet tona. Për shembull, Roni së fundmi deklarat publike që nuk do mirret kurrë me muzikën ka pas dhënë Fero. Po. Dhe tash po rikthehet Fero me një këngë që ja kushton ish bashkëshortës së tij. Në kuptimin që e ofendon, e shan me atë këngë. Jo, dëgjoj vetëm pak. A jemi të sigurt? Ja, ta zhvilloj pak një mini terapi të bashkarisht. Ja, nuk du të bëj terapi, Emilia. Jo, jeni të sigurt që në përmbajtjen e muzikës së tij akoma të balansuar ka përmbajtje ofenduese apo denigruese? Nga ajo që na ka tregu, vetë. Në bazë të informatave të cilat ne kemi. Po dhe ka tregu vetë, në Instagram e ka publiku vetë. A ka qenë konkrete kjo? A ka qenë konstante? Po, unë du të lidhem këtu me rastin konkret. Ja, ti fetja do të lidhet. Unë mendoj, si këto rastet kur kemi ndryshime të mdhaja, sidomos tek artistët ose personat publik, mënyrën kalojnë nga ekstremin ekstrem, kjo nuk mendoj si duhet mi marrë shumë seriozisht,